Regjimi iranian ka shtypur historikisht me dhunë protestat në vend, por sipas mediave të huaja kjo vale fundit të represioni po ka përcjell çdo kufit të mëparshëm. Radio Europa e Lirë citon dëshmi tronditse nga brenda Republikës Islamike, ku një mjek i ka deklaruar radios Farda se forcat iraniane të sigurisë kanë mënyrë në spitale dhe kanë vrarë protestues të plagosur që po trajtoheshin në repartet mjekësore. Mjekja e cila punon në një spital në jug të Iranit dhe foli në kushte anonimiteti nga frika e hakmarrjes ka pohuar se shumë protestues janë vrarë në ambiente spitalore ndërsa të tjerë kanë arrestuar ose janë detyruar të fshihen. Radio Europa e Lirë thekson se këto pretendime nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur për shkak të izolimit pothuajse total të vendit nga bota jashtme. Autoritetet iraniane kanë bllokuar internetin dhe komunikimet telefonike në përpjekje për të penguar daljen e informacionit. Megjithatë, dëshmitë e mbërritura nga mjek, infermier dhe dëshmitar okular tregojnë se shteti po zhvillon një nga goditjet më vdekjeprurse kundër protestuesve në rrugë. Spitalet në të gjithë Iranin raportojnë se janë mbushur me të vdekur dhe të plagosur, ndërsa situatat përshkruhen si kaotike dhe të frikshme. Një infermiere nga Teherani ka thënë radios Farda se vendi është pothuajse i paralizuar dhe se shumë persona po trajtohen për dëmtime të rënda përfshirë plagë në sy. Sipas saj, zemërimi i qytetarëve ndaj regjimit është në rritje, ndërsa dhuna e forcave të sigurisë po prek pa dallim protestues dhe civil. Sipas të dhënave të raportuara që nga shpërtimi i protestave në 28 dhjetor, thuhet se janë vrarë 2403 protestues, 147 persona të lidhur me qeverinë, 12 të mitur dhe 9 civil që nuk kanë marrë pjesë në protesta. Megjithatë, organizata për të drejtat e njerëzit paralajmëron se shifrat reale mund të jenë shumë herë më të larta, duke e bërë këtë një nga krizat më të rënda humanitare dhe politike në Iran që prej dekadash.